Kemi hyrë tashmë në javën finale të fushatës elektorale, gjithkund dhe në çdo lloj tubimi që mbahet prej partive politike, ndëgjohet për programet dhe premtimet elektorale të kësaj fushate. Në një këndvështrim ndoshta ma gjykues e kritikues duket që këto premtime nuk kanë shumë vesh për me ngu, sepse premtimet elektorale në fushën e arsimit, shëndetësisë, ekonomisë e çështjeve sociale në përgjithësi nuk duket që janë çështje të fushatës, po janë veç një fasadë mirë për zhvillimet elektorale që po na përcjellin. Në ndërkohë, secila parti me parametrat e veta mundohet me tregu që ka me dominu skenën politike pas shtatëqershorit në një formë ose tjetër, dhe për me kriju një frymë, secila prej partive ka vendos me bashku rreth vetës figura dhe emra të ri që kanë një veprimtari ose një tjetër dhe kanë kontribut mbranda shoqënisë në përgjithësi. Sot me mu Bardyl Hasan Papaj, dhe shpesh herë menesha kështu që ma shlirë, masi jemi konë shpesh herë edhe në emisione e debate, mos me nis në mënyrë shumë formale, po Bardyl, po më duket kilon shumë rehati për me u fut garës edhe politikës në përgjithësi, edhe pse na gjallësa kështu politike jemi krejt edhe jemi konë të lobu ose të kontribu në një formë si tjetër, por tash je në mënyrë në forma zyrtare. Çush po duket, çush po shkon? Po mirë, Tibran, një ambient i ri, po përshtatem, nuk e kam provu ndonjëherë, është hera e parë që angazhohem politikisht, kështu drejt për drejt dhe aktivisht në një subjekt politik. Unë, siç e din, kam hyrë në listën e Lidhjes Demokratike të Kosovës, bashkë me një ekip profesionistësh. Kemi bashku forcat dhe në këtë misionin e ri të LDK-s të bashkimit. Unë besoj që ka qenë jo vetëm për mua një risi për këto zgjedhje dhe një thirrje që duhet ta angazhohem politikisht, por besoj shfuqishëm dhe shpresoj që kjo do të jetë edhe për qytetarët që ky pasiviteti që e kemi pas në vazhdimsinë të kaluarën dhe që kemi pa politikën nga distanca e largët, sado që ne kemi komentuar në për studio televizive, debate dhe në forma ndryshme kemi kontribue, por nuk kemi aktivizue në politikë. Kësaj radhe besoj që ka qenë momentumi i duhur që të përveshëm kësaj iniciative të re për politikën. Sigurisht që nuk është e njëjta, sigurisht që është lehtë të flasësh nga studio televizive, është lehtë të komentosh veprimet e të tjerëve. Është si puna e ndeshjes futbollit që kur ishe afër portës dhe thuhet po thuaj që edhe për mua njëjta, lehtë me komentue. Po lehtë është më lehtë. Sado që në fakt në këtë botën digjitale nuk është aq lehtë, ne kemi provuar edhe në të kaluarën. Shpesh them që kur nga studio televizive kur komentoja ndonjë veprim të qeverisë dhe komplimentoja për ndonjë veprim të mirë, të nesërmen në qytet, sikur me buzëqeshje me përshëndetnin, atë gjasme, por një natë tjetër ose ndonjë herë tjetër kur kritikoja për ndonjë veprim tjetër, shumë të më rollur, shumë grysur me shikonin, kështu që gjasme si ki folë keq për ne. Dhe ky ambienti politik në cilin po operojmë dhe që reflekton në të gjitha poret e shoqërisë që sikur është acarue shumë, edhe sado që edhe nga studio televizive komentohet edhe ajo nuk është bërë shumë lehtë, sepse kjo makineria propagandës sulmuese pa mëshirë të godet e të baltos pa mëshirshëm. Vërtet Bardyl, që nuk e di që do të sham ju vetë edhe pse mundet me u duk pak si klishe, mundesh me afru mikrofonin pak, shliri jemi këto pa merak. Edhe duket pak si klishe kjo pse vendose me u kyç politike kështu, po për me na kemi kalu tashmë në jemi në një krizë institucionale për më shumë se një vit, edhe shumica e njerëzve kur vendosin me hy në një moment ose tjetër, vlerësojnë që ka një pik reflektimi, ka një pik kthese pse dikush vendos me hy, ose pse dikush mendon që është tashmë e domosdoshme me u përfshi politikisht
s'po di, na e kemi komentu edhe kur kemi qenë në platforma tjera, ka qenë ajo situata me dekretin e presidentës, se mos me u kthy shumë rapa, kanë qenë zhvillimet që kanë ndodhur në natën kur u bë një lloj përpjekje prej perspektivës së vetëvendosjes u bë përpjekje për me kriju quorumin, prej perspektivës së opozitës u bë përpjekje me 63 vota me zgjedh Feride Rushitin presidente, po shumë, se më thon, trubullina që dikujt mund m'ja mush menën edhe me thonë që ky është momenti vendimtar ku duhet më u kysh në politikë edhe në parti. Po di, ka ose diçka të ngjashme te ti, po. Po, Dibran, qyre këto punë zgjedhjeve në fakt kësaj radhe janë zgjedhje për president. Sado që ne nuk e zgjedhim presidentin drejt për drejt. Po pengesa për zgjedhjen e presidentit që u kthye nga lëvizja vetëvendosje në një luftë brutale për eliminim politik të Vjosa Osmanit, pa pritmas dhe pa e kuptuar fare pse, akoma se kuptojmë. Po thu që nuk ka një arsye hala pse? Jo asnjë arsye logjike, as politike, as juridike, as morale, as njerëzore, nuk asnjë arsye. Do me thonë, ishte veç një arsye. Deklaratat e presidentes Osmanit tash po duket se ka pas një tension aty mbrapa. Veç një arsye, lëvizja vetëvendosje me krejt kapitalin politik, institucional, fuqinë politike që e ka pas me 51% të votave dhe me gjithë atë ushtri deputetësh, tuf, si që përqujnë, tuf deputetësh, se kishin qujt vetë, besoj, dëgjove. Nuk e pas në po na ikin në zhvillimet, po shumë... E tha, ajo ka qenë edhe këtu, duket deputetja Albina Reshita, e tha, më kanë qujt tuf, dhe ju referue, jo në një emision tjetër, pas ka thonë tek Panduri, në kështu, tha, kur më kërkuan, tha të mos ndahem nga tufa. Imaginore, do me thonë, i konsiderojnë deputetet dele. Mos u ndajnë nga tufa, i kishte thonë Donika Gervalla. Përdorët pak edhe si shembull dhe si... Po jo, nuk është besoj direkt edhe drejt për drejt, po. Mos u ndajnë nga tufa, figurative më shumë. Jo, është figurative, ajo brutale, është unë kam shumë menime dhe perceptime, po. Mirë, po jo. Nështë nuk harroj me të pyet edhe për një dilemë për zgjedhjen e presidentit. Ideja është kështu. S'ka dilemë për zgjedhjen e presidentit. Është vetëm një luftë brutale lëvizjes vetëvendosje me eliminu politikisht Vjosa Osmanin. Ndërkohë që me 28 dhjetor të gjithë popullin na benden që duhet një shumicë stabile parlamentare dhe do zgjedhin presidente Vjosa Osmanin për një mandat të dytë. Katërcifrisht para zgjedhjeve u bëhet ditur, pas zgjedhjeve ndroi karta dhe vazhdoi lufta për me eliminu politikisht. Pas një arsye. Unë kom mendu dhe e kom thonë paraprakisht që gjasat që Albin Kurti me ja falë, në kuptimin që relacionet mes tyre janë duken të relaksume, për në fakt në tensionume, gjasat që mi ja falë deklaratat e mahershme janë të vogla dhe ashtu ndodhi. Po, si të qoftë tash, me thash edhe në fillim, pak fyje inteligjencës bardel kur po na drejtohen me premtime elektorale që kanë të bëjnë me investime kapitale, me ekonominë, në arsimin e shkencën, arsimin e shëndetësinë, po dihet për çka kemi shku në zgjedhje. Lej premtimet elektorale, do të thonë gjithat premtime elektorale i kanë pas edhe para 5 vitesh, edhe para një viti gjysmë kur ishte në shkurt të vitit kalum, edhe tash premtime plot, po të gjitha kot. Asnjë premtim nuk realizohet. Por që t'i kthehemi thelbit. Këto zgjedhje janë për president, sepse kjo shumicë parlamentare nuk dëshiroi të jap një mandat të dytë Vjosa Osmanit dhe ka vazhduar një luftë tani për ta eliminuar politikisht. Kjo është tamra e problemit. Ne do të kishim pas një president të shkëlqyeshme edhe për një mandat të dytë. Kudo që po flas, tani që jam angazhuar aktivisht kur flas me qytetarët me grupe të ndryshme. Vërejtjet kryesore që i kanë për 5 vitet e kaluara janë me qeverinë. Thonë, po qeveria nuk ka investuar, qeveria nuk ka punuar, nuk ka reformuar as një sektor, as shëndetësi, as arsim, as drejtësi, në as një fush nuk ka bo progres. Kur flasim për presidencën, a keni vërejtje për punën e presidencës për 5 vite, jo ajo ka qenë shkëlqyeshme. E ka prezantuar Kosovën në mënyrë më të mirë, më të mundshme. Solli 4 njohje. Ka qenë gjithmonë ka ngrit në piedestal përfaqësimin e Kosovës në arenën ndërkombëtare. Pra,
kemi 2 botë tjera. Për 5 vite, presidentja dhe presidenca kanë shkëlqy në të gjitha ato që kanë bo. Dhe s'pe them vetëm unë, po kjo është perceptimi qytetar kudo që shkoj. Ndërkohë që qeveria kanë ngel në të gjitha sektoret, nuk ka bo asnjë punë të mirë dhe të hajrit. Vërdhëll është një çështje si lloj dileme që tash me që jemi mbi një vit në krizë institucionale, kemi nisë me menu edhe s'me thonë manovrat e mundshme të zgjatimit të krizës. Edhe kjo krejt në rrafshin e interpretimeve juridike. Është një situatë kur gjasat janë të vogla, le ta themi, po doken që gjasat janë të vogla që një kamp ose tjetri me i botë edhe deputet për zgjedhjen e presidentit. Edhe kjo nuk mrihet pa marrëveshje, konsenzus e kompromis politik. Po shihet pej horizonteve gjithkaq pej secilit horizont që lëvizja vetëvendosje nuk ka shumë vullnet për marrëveshje dhe kompromise ose konsensuse, për shkak që dojnë me imponu, si me thonë, në kandidaturat e tyne. Situata pas 7 qershorit në interpretime juridike kushtetuese. A vazhdojnë 2 proceset me ndodhë paralelisht, edhe formimi i qeverisë, edhe zgjedhja presidentit, apo çush janë afatet mas konstituimit kuvendit, çka nëse zvarritet konstituimi prapë përmes formave e vegzave që po besoj pe kupton, na kemi ministë me mendu në modusin e krizës, jo më të zgjidhjes. Domethënë jemi te regjistri i krizës hala. Është tragjikomike, Debran, është tragjikomike të them drejtën, sepse tash shumë kemi frikë nga sjelljet politike të partive politike, po sidomos nga kjo mazhoroncë nga lëvizja vetëvendosje. Sa që ne gjithmonë mendojmë tash cila është kriza e re që do prodhohet. Ndërkohë që partitë politike janë aty për zgjidhje politike, për marrëveshje politike, për tolerancë, mirëkuptim, bashkëpunim. Forcat politike, si sot, si gjithmonë, duhet të ulen bisedojnë dhe të arrijnë një kompromis për gjitha çështjet kryesore, për zgjidhjen e presidentit, zgjidhjen e qeverisë, konstituimin e kuvendit, marrëveshjet ndërkombëtare, për ligjbërjen, për reforma serioze që janë të kësaj shoqërie. Dhe kjo përçarje kaq e madhe, barrikadim politik që vetëm ose ashtu siç duhen ose fare, është shumë e dëmshme për demokracinë. Dhe unë besoj që tashmon nuk prodhon dot lëvizja vetëvendosje kriza mo. Nuk prodhon, sepse do të ndëshkohet me votë. Populli ja dha një mundësi të artë në zgjedhjet e 28 dhjetorit vitit kaluar. Kishte një qeveri stabile, të gjitha partitë politike i kishin ofruar platformat e tyre para qytetarëve, dole e rezultati siç doli, që kishim nevojë të merremi me president. Kishim presidenten Vjosa Osmani për një mandat të dytë, ashtu ju kishte premtuar nga lëvizja vetëvendosje përpara, ashtu e trumpetuan duke thonë që ne s'po mund e zgjedhim se kemi shumë dëshirë me zgjedh. Kandidati për president Lau Konjufca 2 ditë para tha, mas ishte emrue, nominue për president nga lëvizja vetëvendosje, tha po të vi Vjosa Osmani, tha unë ja jap votën. Tash imagjinoja çfarë pa sinqeriteti politik dhe publik, pra që nga njëra anë trumpetonin që po të vi Vjosa Osmani si kandidatit do ta votoj. Thoshte vetë, besoj e mban mend deklaratën e tij. Dhe ai tha, po të vi do ta votoj. Çai bjen kjo? Të gjithë dëshironin me zgjedh Vjosa Osmanin, përveç lëvizjes vetëvendosje, që në publik thoshte, po le të vi ajo në votim, ndërkohë që në prapa skenë punonte për ta eliminuar politikisht. Dhe ky pa sinqeritet, kjo krizë, kjo farsë e krijuar, kjo krizë e panevojshme e krijuar prej tyre, veç për të eliminuar politikisht një figurë siç është Vjosa Osmani, besoj që do t'i kthehet në bumerang të madh. Dhe rrjedhimisht nga këto zgjedhje, ajo lëvizje do të zvoglohet aty ku e ka vendin që të mos ketë më mundësi të prodhojë kriza dhe të gjitha partitë politike përfshirë vetëvendosjen duhet ulen pas zgjedhjeve dhe të konstituojnë kuvendin. A keni mendje në përqindje kur po thu do zvoglohet apo veç nuk do të flas për përqindje, po substancialisht. Po thu që substancialisht nuk ka mundësi me zvoglohet sepse po punojnë mbrapsht. Po punojnë mbrapsht. Unë s'kam pas asgjë kundra që ata të qeverisin, të vazhdojnë qeverisin, veç të realizojnë të premtime. Po premtime boshe dhe krizat një pas njëshme të vazhdueshme, nuk shkon kjo mund. Është e shëndetshme për demokracinë. Unë dysha, të më thonë marrëdhënë me që veç e një mirë terrenin kushtetuese juridik në përgjithësi të vendit tonë.
çka ish dash në situatë normale me ndodh pas 7 qershorit. Domethënë mas certifikimit është konstituimi i kuvendit. Pas konstituimit janë duket 15 ditë formimi i qeverisë për mandatarit të parë. Nëse shkohet në mënyrë paralele, a interferoj me njëra tjetrën apo duhet mas konstituimit me nis edhe me rrjedhafatet për formimin e qeverisë edhe zgjedhjen e presidentit. Është folë mandej për 4 tetorin si përfundimi i mandatit të ushtruesës së detyrës Albulina Haxhiut, çka ndodh pas 4 tetorit nëse kriza shkon deri në atë kohë. Janë veç pikpyetje, si më thon, po pikpyetje, po ideja është që ne nuk duhet as të shqyrtojmë ato fare, sepse pas tyre zgjedhjeve e para punë që duhet. Jeni të bindur që kam e pas një do beston dalje me emën të po me qemi në këtë shtegun tuj dhe në fakt duhet gjejmë shtigje për zgjidhje, jo shtigje për qorsokake. Pra shtegu është edhe për të shkuar në qorsokak, po shtegu është edhe për dalë në dritë. Nëse do më dalim në dritë, shumë e thjeshtë. Pas zgjedhjeve, sipas vendimit të fundit të gjykatës kushtetuese, kemi 60 ditë në dispozicion për me zgjedh presidentin. Konstituohet kuvendi, i kemi 60 ditë. Brenda këtyre 60 ditëve ne duhet të konstituojmë kuvendin, të themelojmë të emërojmë qeverinë, të zgjedhim presidentin. Nëse nuk bëhet për 60 ditë, shkojmë zgjedhje prapë. Po i hupim këto afatet, ju vetë tha, domethënë deri me 4 tetor, 6 muaj, edhe pse unë kam qenë gjithmonë hidhtar edhe gabim është edhe kjo ushtruesja e detyrës presidentit, kemi hyrë në shumë labirinthe të pashëndetshme për rendin kushtetues dhe juridik tonin, por jemi ku jemi, mos ta provokojmë më tej një kaos institucional të mëtejshëm dhe du të themelot kuvendi, të zgjedhim edhe qeverinë, edhe presidencën me njerë. Dhe ne si LDK, dhe kur kam hyrë në diskutime për të u angazhu politikisht, unë ju kam tregu që të gjithëve, unë duhet jem sa më kreativ për gjetë zgjidhje, për t'i ofru vendit institucione, jo kreativ për të kriju pengesa, sepse janë të shëndetshme. Uroj dhe shpresoj që të gjitha partitë politike, po në radhë parë lëvizjave të vendosje, ta ketë marrë mësimin, pas zgjedhjeve ta marrin mësimin, ore edhe nëse rriten, sa do që të rriten, sa do që të zbriten partitë politike, sa do që të lëvizin progresi dhe regresi elektoral i secilës parti. Ju thatë vetë, 80 vota si bët do të asë një parti vetëm. Nuk i bën dot. Pra, prapë zgjidhja është du të më ullë tavolin, me bisedu me zgjedh presidentin. Çdo barikadim, me thonë, jo po unë kam shash shumë vota sa që, po edhe 79 vota një paq. A duhet një vot? Për atë vot duhesh më ullë se nuk e plotson puzzle-in dot. Për ta plotsu puzzle-in, një element të mungon, nuk i marru punën. Një vot mungon, duhet më ullë me bisedue dhe me gjithë zgjidhje politike. Shohim cilat janë gjasat, me që ju jeni në terren tash, po nisë edhe unë me ju se në qitet pak siklet, po më referoni me, po më drejtoni me ju, unë isha me ti se e kishim ma shlerë, kështu që çështjet e drejtësisë, paradel me që po zhvendosim pak dhe fusha juaj edhe terreni ku ndoshta jeni ma rahat, si me thonë, me gjykue, me vlerësu politikisht situata. Dy çështje janë këtu me sistemin e drejtësisë në përgjithësi. Domethënë na kemi pas kritika vazhdimisht, lëvizjave të vendosje me një pjesë të madhe prej nesh që kemi besu që do reformohet sistemi i drejtësisë, sepse nuk mund të ketë ndërhyrje direkte, si më thonë, po ti si shtet duhesh me kriju infrastrukturën që ai sistem me u përmirësu. Nuk pat naj lëvizje të signifikante, si me thonë, për gjatë 5-6 viteve sa u bën. Vetë Vjosa Osmani në një lloj harmonie me zotin Kurti ishin që Blerimi Sufaj në mos dekretohet, mandej sistemi i drejtësisë vazhdon me pas të lashën në përgjithësi, edhe ka një gjë që këtu nuk ka ndodhur, për me thonë me gjuhë elektorale thuhet Dubrava, sa katë kanë thonë? 13 kata, nuk e di sa dush katë thuj Dubrava, po nuk po do këtë që është mush prej atyne premtimeve elektorale. Kjo është në radhë të parë. Dhe me që krejt premtimet edhe krejt diskursi po shëndrohet në premisa elektorale, me që na është thonë që sistemi i drejtësisë nuk po funksionon siç duhet, s'ka mekanizma për me
ishti hajnat në burge ata të korruptum, kemi dalë me një zgjidhje alternative që është byroja për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme. Më thonë, e para lihet si lloj pamundësie për me reformu sistemin, lihet ashtu ç'është është, mandej dalim me një zgjidhje, thojmë, na kemi me kriju byron për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme, edhe kjo ka me qenë arma jonë për me luftu krimin e korrupsionin e ata që kanë përfitu jashtëligjshëm. Tashte e dyta, e di që disa parti opozitare nuk kanë ra në grackën që me thonë na po frigohemi, po do këtë që prapë metet byroja si çështje kryesore, si më thonë, ma shumë elektorale se sa në çfarë. A keni për jo, ti e fare mirë, ti e din fare mirë. Koprimena e fare tute prej byros, a kone e frikë prej dikujt? Jo, dikujt? po çfarë frikë prej byros, po kush e ka i tutet byros, domethënë ta i tuten vet byros. A di pse po i tuten vet? Vetvendosja? Po vetvendosja po i tutet byros. Se s'pe bën. Nuk e dia kish mujt me synu me bën një mekanizëm që me ja kthy vetës. Po s'o ka bën, po gënjen. Vetvendosja po gënjen në mënyrën më pas skrupullt e të mundshme, se 5 vite se ka bo byron. As tash se ka bo byron. Po ka qenë në për Komision Venecia, se në për instanca tjera. Me qëllim e kanë bo keq. Se s'dun ta bojnë. Nuk dun ta bojnë. Kanë mekanizma plot, nuk e kanë dimu drejtsin, nuk e kanë reformu drejtsin, nuk kanë bo vetting, nuk kanë bo asnjë ligj të hajrit për me rrit transparencën, llogaridhënien, me forcu pavarësinë e gjyqësorit dhe sidomos me e reformue duke e përkra. Ata veç e kanë pengu e gjyqësorin, veç e kanë etiketu dhe e kanë sulmue. Nuk kanë bo hajrë me gjyqësor. Për që këty byros. Në parlament, pak para se mu shpërnda parlamenti, jo e patë që e miratu në lexim parë byron, edhe e trumpetun gjas me suksesi madh, do ta miratojmë byron, e miratu, majtën disa fjalime politike shumë mdhaja, për një ligj që kishin bo shpejt e shpejt keq, ku me ditë, jurista që asë se kanë lexue, s'kan pas vaktas me lexu mirë. Edhe e çun parlament e miratun lexim parë. Byron, ligjin për byron. Tani, sipas rregullores të kuvendit, ju e dini, domthon, lexim parë miratohet ligji, po duhet më miratohet në lexim dytë. Pra, lexim parë miratohet në parim kur vjen prej qeverisë propozimi, thotë po, pajtohem si kuvend për me miratu këtë ligj. Shqyrtohet në për komisione parlamentare dhe duhet më miratohet në lexim dytë. Po pastaj u shpërnda parlamenti. Kështu që miratun lexim parë dhe s'kam rimur miratu në lexim dytë. As mu shqyrtu fare nga kuvendi. Por kur shpërndahet kuvendi, po ishe pamundshme me Po kanë pas mjaftueshëm ata, po s'kan dëshiruar. Kanë mujt po të me 15 ditë kanë dispozicion nga leximi i parë në të dytin për të realizuar. Kanë mujt me sjell kuvend. Kanë mujt me sjell kuvend, po ta kishin me seriozitet më herët kanë mujt me sjell kuvend. Po sjellen ditën e fundit, në mënyrë që vetëm miratue politikisht dhe kur shpërndahet kuvendi ai kthehet në pikën 0. Pra se ekziston, ligji për byron nuk ekziston as tash. O miratun lexim parë, me shpërndarjen e kuvendit kthehet edhe një në qeveri dhon pikën 0. Do të thonë duhet më kthy qeveria re, duhet më kthy prapë më propozue, prapë më miratuen lexim parë, është ka vulluar ajo, s'është miratue. Por edhe ajo që është miratuen lexim parë, që është sjell në kuvend dhe që kthehet, pra anulohet tash, edhe ajo ishte keq si ligj. Fare keq, nuk ishin adresuar shqetësimet kryesore të Komisionit Venecias dhe gjykatës kushtetuese. Fare nuk ishin adresuar. Nisërim për dhe, se me qasë edhe publiku edhe ata që na shohin e kanë të nevojshme me ditë. Byroja nuk mundet me konfiskua, apo jo. Byroja mbledh prova për me i dërgu mandeti gjyqësori edhe sistemi i drejtësisë që na e kemi, si më thonë, edhe nuk mundet byroja mu të çu në një moment dhe me thonë unë po ta konfiskoj ty, apo jo. Apo emërtimi është ashtu? Byroja ka pas për qëllim. Nuk mundet mi mbi vendos. Apo jo? Yes, mundet me mbi vendos. Prokurorisë e instancave që mundet me mbi vendos. Domethënë s'mund ta bëj gjyqin politika as ekzekutivi. Ekzekutivi është për të ekzekutu, jo për të gjyku. Gjykimin e bën sigurisht gjyqësori. Por problemi me byron është se vërejtjet kryesore që i ka pas jap Komisioni Venecias nuk ishin adresuar. Domethënë prap kthehen 17 vite mrapa, që nga shpallja e pavarësisë e kanë bërë aty që domethënë do të hetohet secili
që ka pasuritë e pajistifikueshme. Sa është normal, si më thonë, një kushtrirje e pranueshme 10 vjet? Apo a ka ndonjë kufizim sa duhet? duhet? Ketë kufizim sepse këta po e bojnë si mekanizëm politik, nuk po e bojnë si mekanizëm juridik. Pra byroja, siç është konceptu prej këtyne, por siç duket këta veç pe konceptojnë sa mu rrëzu prap në gjykatë, që mos me e bo, sepse ju erdhë koha se 6 vite këta janë pushtet. Jo, nëse shtrihet, ato është ato menu, nëse shtrihet 10 vjet, nuk ka shumë juridikse. Sikur duan me amnistua ata të kaluarit që kanë qenë të korruptuar. Se siç duket i kanë përfshin gjirin e tyre dhe tani duhet i mbrojnë nga veprat korruptive të së kaluarës. Dhe këta siç duket me këtë ligj të byros po duan me i mbrojt të korruptuarit, jo me njek. Një ligj i mirë i byros duhet që secili që ka abuzue me fonde publike duhet përgjigjet. Duhet të sekuestrohet pasuria dhe pastaj të konfiskohet nga gjykata. Por këta nuk e kanë për qëllim për ta bo këta, sepse kanë bo keq ligjin. E kanë bo pa asnjë mekanizëm efikas që do të sekuestron të pasurin e atyre që kanë abuzue me fondet publike. Dhe kjo i bie që bëjnë propagandë dhe politik edhe me ligje, edhe me drejtësi, dhe nuk dëshirojnë që të atë parimin që me njek të korruptuarit edhe me i qunë Dubrava. Po çfarë Dubrava, askon s'kanë qunë Dubrava. Askon se kanë njek për 5 vite si duhet. As një aksion të madh hetimor nuk e kanë realizuar që me kanë dobi për këtë shoqëri. Ajo bëhet kur e forcon policin, kur e forcon prokurorin, kur i ndihmon, po jo kur e sulmon. Jo kur kryeministri thot prokurorit unë nuk vi në intervistë. Ka është e hishme. Duket që të paktën ju na, po hajde po e fuzesh veten, mos marr shumë përgjegjësi, kemi qenë, që më thonë, të jetun me ndëgju qatë rrëfim, që të korruptumit e ata që kanë abuzuar, që kanë përfituar jashtëligjshëm kanë përfunduar në Dubravë, e na është dashur me ditë që ky proces ka shumë hallka aty, prej hetimit te prokuroria te vendimet gjyqësore, ama vetëvendosja po thotë që na e kemi kryer punën tonë, po gjyqësori mbetet i korruptuar në masë të madhe, prandaj nuk përfundojnë ose sistemi është i kapur. Se jap ligje të mira. Gjyqësori vendos duke bazuar ligjet që i bën legislativi. Qeveria si ekzekutiv ja propozon ligjet. Po i propozove ligjet mira kuvendit. Po i mira të ligjet e mira kuvendit. Janë instrument pastaj në dorën e gjyqësorit për të implementuar dhe për të intensifikuar luftën kundër korrupsionit. Këta nuk po e bojnë këta. Nuk po e bojnë, që bëhet me ligje të mira, përputhje me standardet më të mira evropiane. Këta po i bojnë ligjet për me u kthye prej Komisionit Venecias dhe po bojnë politik pastaj edhe me ligjet. Dhe kjo duhet ndalet. Ose ndoshta s'din, ka shumë mundësi që nuk din, nuk kanë ekipe profesionale, sepse pe forcojnë partinë, pe dobësojnë shtetin. E kanë harru misionin e tyre. Lëvizja vetëvendosje ka qenë lëvizje që me protesta të vazhdueshme ka reague kundër institucioneve, pa drejtësive të institucioneve. Dhe është rrit qytetarët që kanë falë besimin atë në institucione, pra dhe bëni vetë punë e mira për cilat po ankohesh. Sa po hypen në institucione, nuk bën më asnjë punë. Asnjë punë nuk bën më. Po i kapin institucionet me qëllim që ta forcojnë partinë, jo të forcojnë institucionet, jo të forcojnë shtetin. Dhe kështu po rriten në mënyrë të shpejtë pastaj si forcë politike, sepse e kanë harruar shtetin dhe qytetarin, por e kanë kap pushtetin për të forcuar partinë. Partia duhet me konë shërbim të shtetit, me forcu shtetin njerë, dhe këta pe dobësojnë shtetin. Këto është problemi. është fundamental. Punojnë dhe tash e shfrytëzojnë të gjithë infrastrukturën shtetërore për ta forcuar partinë, për ta forcuar shtetin. I kanë dobësuar të gjitha institucionet, i kanë dobësuar. Nuk janë shumica institucioneve, shpesh nuk kanë automjete me lëviz, shpesh nuk kanë kontrata për shërbimet bazike të pastrimit edhe të mirëmbajtjes. Isha në kuvend një ditë dhe ato të pijat sikur ju vinte era, dhe më thonë se mirëmbajnë objektin, se mirëmbajnë. S'kishte kontratë të mirëmbajtjes. As kontrata me shtëpijak nuk kanë që marrë një qesme kur prishet me rregullue. S'mund mbajnë ndërtesat e tyre si rezultati pa aftësisë për me menaxhue parën publike në interes të institucionit
dhe rrjedhimisht me pas institucionin në interes të qytetarëve. E kanë hup komplet orientimin. Duket bardhël që tashmë që po na ecë edhe koha shpejt. Dy çështje ndoshta si përmbledhje dhe diskutimit tonë. E para që po e përmend që e shfrytëzojnë infrastrukturën shtetërore edhe aparatin shtetëror për me forcu partinë. Ka qenë një dilemë e madhe, nuk e di tash nga gjykimet ose prizmi juridik i çështjes, a është kjo e lejuar ose jo shpërndarja e skemave dhe subvencionimeve në kohë fushate ose pak ditë para fillimit të fushatës formalisht. Dhe kjo si gjykim në prizmin e juaj, në perspektivën e juaj, do të thonë edhe këto që u shpërndan nga 100 euro kështu. Edhe e dyta, ju duket që keni hyrë përveç problemeve të brendshme, po duket që keni hyrë në me një platformë ose një lloj rrëfimi tjetër në përballje elektorale që ka një lloj rreziku për cënimin e aleancave dhe marrëdhënieve me ndërkombëtarët në përgjithësi. Edhe këto duke ju referu zotit Kurti, natyrisht që dilema dhe pyetja që lind është që me që ju jeni në platformën e Vjosa Osmanit, ata kanë qenë bashkë për 5 vite edhe kanë mujt me u pa shkëndijat e këtij lloj rreziku shumë më herët e jo në momente kur nuk vazhdon bashkëpunimi. E para, Vjosa Osmani dhe Albin Kurti nuk kanë qenë bashkë për 5 vite. Ata kanë qenë me një koalicion parazgjedhor në zgjedhjet e 2021-it, por kur është bërë presidente Vjosa Osmani, ka qenë presidente dhe s'ka mujt me bashkëpunue politikisht me askën. Pra, ka mbrojtur institucionin e presidentit. Ndërkohë që qeveria, sigurisht që presidenti dhe presidenca dhe qeveria kanë plot punë që duhet me i bë bashkarisht, emrimet e disa institucioneve, edhe të sigurisë, edhe diplomacisë, edhe caktimit e politikës së jashtme, miratimin e ligjeve dhe sigurisht që kanë plot punë të përbashkëta, presidenca dhe qeveria. Që nga publiku shpesh janë po këta po bashkëpunojnë, po punojnë Kurti dhe Osmani bashkarisht. Ja u kërkon kushtetuta atë bashkëpunim, domosdoshëm mes presidencës edhe qeverisë. E para, e dyta, sigurisht që qeveria e ka rrezikuar seriozisht, dhe kur them qeveria, them kryeministri Kurti dhe lëvizja vetëvendosje, i kanë cënuar seriozisht marrëdhëniet me aleatët tonë kryesor strategjik, sidomos me SBA-t. I kanë cënuar, i kanë prunë pikën goxha kritike dhe për këtë ka qëndruar Vjosa Osmani. Për këtë ka qëndruar Vjosa Osmani. Dhe kjo dihet botërisht që Vjosa Osmani ka mbajtur raportet në mënyrën më briljante, më të mundshme me SBA-t, por edhe me aleatë të tjerë evropian dhe me gjerë. Tani, nuk e di çfarë interesi ka kjo qeveri me eliminue institucionin dhe figurën më të suksesshme për Kosovën të presidencës. Pra, Vjosa Osmani nuk i ka sjell asnjë dëm kësaj shoqërie, përkundrazi ka punuar në mënyrën më briljante më të mundshme. Dhe tani, pse gjithë ky interes me eliminue figurën më të rëndësishme që i ka marrë raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çka ky interes tani që duhet i kputim këto raporte me Amerikën. Pra po veprojnë dhe po don ta eliminojnë politikisht Vjosa Osmanin, mu për shkak që ti shkputin raportet me Amerikën. Dhe kjo është shqetësuese. Dhe këtë është më shqetësuese se sa debatin politik dhe krizat e brendshme politike. Ne kemi krizë të madhe për marrëdhëniet ndërkombëtare pastaj. Se nëse bëjmë një president siç dëshiron zoti Kurti, që të jetë total ceremonial dhe pa asnjë peshë politike ndërkombëtare, ne i cënojmë aleancat. Haptazi. Ne ishim për 2 vjet në sanksionet të Bashkimit Evropian. Asnjë kancelari nuk është serioze evropiane nuk është vizituar nga qeveria, as Ministria e Jashtme, as nga kryeministri, as kryeministra të mëtej. Përkundazi kanë ngjelvesh në rrethin vicioz të negociatave me Serbinë në Bruksel, kaq. Diplomacia aty, rasti gjë më shumë. Ndërkohë që tregonin që ajo është prioriteti 7-10 sa kanë pa thonë, s'është prioritet fare, u shndruan në aktivitetin kryesor të diplomacisë të Kosovës raportet me Serbinë. Ndërkohë që Vjosa Osmani çau embargon, siguroi 4 njohje, në mënyrën më perfekte ndërtoi bashkëpunim diplomatik ndërkombëtar
dhe tani gjithë kjo interes për me eliminue politikisht dhe me izolue Kosovën edhe në arenën ndërkombëtare. Këtu është problemi. Dhe prandaj ne kemi ardhur me platformë me Lidhjen Demokratike të Kosovës që t'i ofrojmë vendit president. Dhe president më të mirë se Vjosa Osmanin nuk besoj që kemi pas edhe kemi nevojë për të pas. Nëse gjendet një president edhe më i mirë, është më së miri se ardhune. Po ne kemi ardhur me këtë platformë. Vjosa Osmani duhet të jetë presidente edhe për një mandat të dytë. Dhe këtë po bëjmë, po ju tregojmë qytetarëve dhe qytetarët do ta japin këtë mesazh fare qartë që Vjosa Osmani duhet të jetë edhe për një mandat të dytë presidente e Republikës Kosovës. Do shta për fund Vardël, se kogja shpejt na iku koha 2-3 minutat e fundit. Te kjo çështja që ju intereson më shumë qytetarëve, që është gjetja e një zgjidhje, po thoni që Vjosa Osmani dhe platforma juaj do garantoj që ajo të jetë presidente ose do e shtroj terrenin në atë drejtim, po na e folëm edhe parapakesh që duhet një marrëveshje ma e gjerë, ma e zgjeruar në kuptim të formimit të institucioneve. A besoni që ka ndaj mundësi për marrëveshje ma zgjeruar edhe për qeveri, edhe për, si më thonë, kuvende, edhe për presidencë mes akterëve që tashmë janë në lojë, si më thonë, politikisht? Po ka, sepse lëvizjeve të vendosje e kanë ndërtu narracionin publik për 5 vite, se presidente për parë lëvizjeve të vendosje ka bërë Vjosa Osmani, për mandatin e parë 5 vjeçar. Në fund, edhe deri në ditët e fundit, narracioni tyne ishte që po ne veç s'po ne sjellin të tjerët Vjosa Osmani se do ta përkranim edhe për një mandat të dytë. Dhe u tentue që t'ja vejnë fajin opozitas. Tani, që se ne e sjellim me propozim, haptas mënyrë më transparente më të mundshme dhe para zgjedhjeve. Kjo është presidentja që Lidhja Demokratike e Kosovës e propozon. Çka ka të keqe që lëvizjave të vendosje mos ta votoj, mos ta përkraj? Çka ka atër? Apo kur e kishim ne për 5 vite që propozum dhe mendum që është e mirë, po bëj ka tjetë presidente. Por nëse propozo dikush tjetër, apo nëse ajo është e pavarur, nëse ajo është pa bashkëpunim me lëvizjen vetëvendosje, nëse për çfarë do lloj arsye ata kanë ndru mendje që akoma nuk e dim, kështu s'po bëj ka. Pra e kanë vështirë me justifikue pse nuk ja japin edhe një mandat, sepse deri vonë, po ato skena qesharake që shkoj ke ai Agim Bahtiri, mi sjellni nënshkrimet për Vjosa Osmanin. Mi sjellni. Pra, a ndërtu narracionin që s'po vjen Vjosa Osmani kandidate, s'po e propozoj, kurse po ta propozoj, patjetër. Vërtet, në fakt. Tani si dalin ata, sa qesharak do dilnin ata, nëse ne pas zgjedhjeve, aq më tepër që ne do të kemi rritje substanciale, sepse vota do t'i jap populli për këtë, për Vjosa Osmanin, dhe këtë kanë shqetësimin ta që po bëjnë çmos, po abuzojnë me gjitha institucionet, edhe me ato dimat që japin kohë zgjedhjeve kështu, vetëm për të eliminuar politikisht Vjosa Osmanin. Pse për të kontrolluar gjitha institucionet, vetë dhe për të kapur edhe presidencën edhe, o burra pe qesim gardhin edhe, Kosova pe izolojmë totalisht. Dhe s'ban, dhe rrjedhimisht unë besoj që e kuptojnë edhe ata pas sinjalit të qytetarëve, besimin që do të japin populli Vjosa Osmanit dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, e kuptojnë që është koha me votue për një mandat të dytë presidente edhe pastaj po i patën numrat e mjaftueshëm, të formojnë qeverinë në një koalicion apo varësisht prej rezultatit zgjedhjeve dhe ta qetësojmë situatën. Po besoj edhe, po shpresoj që kemi me të paktën mehanisme menu në modusin edhe në regjistrin e zgjidhjeve jo të krizave. Kemi shumë sfera, partë i përmendëm disa prej tyre që kanë me pas nevojë për ndërhyrje urgjente, sepse tashmë janë lënë anash arsimi, shëndetësia, shumë çështje tjera. Edhe po shpresoj që palët, si më thonë, edhe partitë politike në përgjithësi me mbrimën një lloj vedije politike që konsenzusi është marrëveshje. Qeveria kanë ngec, presidenca ka hec. Tani në vend që të heci qeveria, siç ka hec presidenca për 5 vite, ne dëshirojmë ta ngecim edhe presidencën. Nuk po të lënë edhe mikrofonin me çudorën te qeveria kështu. Po jo, s'prish punë, po ideja është që nëse qeveria ka ngec në këto tema, por presidenca ka hec për 5 vite, pse duhet ta ngecim edhe presidencën, edhe të ngecim totalisht. Ne kemi nevojë që të hecin edhe qeveria përpara. Jemi shumë afër edhe paktit, edhe po besoj që marrim përgjigjet për secilën pyetje që kemi, nëse jo,
vazhdojmë me luftu me mjetet që i kemi ndorë. Faleminderit shumë që gjete kohë për me na u bashku në shtek. Kënaqësi, faleminderit Dipran. Shikus të dashtën, mos u largoni prej shtegut, në pjesën e dytë vazhdojmë me një bisedë goxha simpatike për bindin tam me mësuesën dhe profesoreshën e shkollës fillore të amën Rudina Berisha, e cila garon në listën e AK-s për deputete. Sot, jo si zakonisht, gjendemi jashtë shtegut, pra profesoresha Rudina Berisha ish mësuese jamja, na kanë nxjerrë jashtë shtegut prej studiove edhe rahatis. Për mu një kënaqësi e veçantë me intervistu dhe me pas në intervistë ish mësuesën tëm të edukatës fizike, tash profesoreshën dhe trajnerën e volejbollit Rudina Berisha, e cila garon me numër 96 në listën për deputet në garadët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Profesoresh, shumë faleminderit që ki gjetë kohën me na u bashku. Thash, na ke nxjerrë prej shtegut, se na jemi rahat aty në studio, ama edhe kur kemi komuniku, unë me shumë kënaqësi, kemi mri që dakordancë për intervistë, po shpresoj që për gjatë intervistës kena me pas mundësi me i tregu ndoshta edhe publikut për angazhimin e juaj, edhe për arsye pse keni vendosur me u fut në politikë në përgjithësi. Po si fillim, me që po e shohim edhe palestra është e mbushur plot me vajza të reja kryesisht, edhe me siguri ka edhe grup mosha të tjera që merren me sport, e pyetja sidomos në kohët e sotshme që teknologjia ka mbizotëruar shumicën e përditshmërisë tonë, është sa është e vështirë me u marrë me sport në Kosovë. Ti vrani herit, dëshiroj mirëseardhje në qytetin tënd, Suarikës. Është kënaqësi për mua, po, lindës. Është kënaqësi për mua që jeni pjesë e intervistës tam parë, pothuajse. Po shihet që palestrat janë të stërmbushura me aktivitete sportive, jo përveç volejbollit, po kemi edhe në sporte tjera si basketboll, në futboll, edhe në sporte individuale, karate, taekwondo. Pra është një kënaqësi më marrë me gjeneratat të reja të e ditë se tash për momentin teknologjia dhe dukuritë negative bajegi shumë janë në komunitetin e Kosovës. Unë jam mundu si profesoresh, si trajnere, që mi u largu dukurive negative, mu inkuadru në botën e sportit, edhe pse jo me përfaqësu dhe shtetin tonë në nivel më të lartë ndërkombëtar me sportin që kemi. Tu e ditë që ambasadori një shteti është sporti. Saktë, e vërtetë, profesoresh, na faktikisht na mburremi shumë me sportistët tanë, edhe në futboll edhe sidomos në judo me medaljet e arta që tash ma i gëzojmë si shtet. Po e ka përshtypjen që të paktën për aq sa di unë, shteti dhe institucionet në përgjithësi aktivizohen ose ndërlidhen me sportin veç kur vjen puna me marrë merita. Edhe kur vjen puna me pas një lloj krenarie për medaljet që i bin sportistë tanë, po nuk e di në të vërtetë sa bëjnë për sportin institucionet tona. Pikërisht do shta më ndërlidh këto me pyetjen tonë. Shtytsa kryesore, u konë tonë politikë mu i kuadru, edhe kemi përkrasin kryesor në ligj që ka investu, është zotri Ramon Haradinaj. A keni fjallën për ligjin e sponsorizimit? Për ligjin e sponsorizimit në vitin 2018, ai e ka shtinë në Kuvend dhe është aprovu në Kuvendin e Kosovës që Po, kom pa në fakt tashun edhe përmes emisionit që shumica si më thonë, kompanive e bizneseve shumë ma shumë kanë interesim për sportin se sa për sfera tjera. A ju ndihmon juve kjo? 30% që fitimit të atë të një biznesmen ose të një biznes është një motiv dhe një shtys që na muna me zhvillu dhe me promovu sportin në përgjithësi. Jo vetëm në volejboll, por në gjithë sportet që janë. Brenda volejbollit si trajnere, tash se si profesoreshe e di që keni angazhime po ashtu të tjera. Sa a janë si të ndame sipas grup moshave gjeneratat që ju i trajnoni, edhe a jeni tash unë po i bëj pyetje shumë naive, se edhe kjo tregon fakt për sa jemi na të vetëdijshëm edhe të informuar për sportin, që për ato deshta dhe prej fillimit ju thash, besoj që intervista ka me dalë
shumë ma e sinqertë se sa ndoshta intervistat e tjera. A keni, më thëmë të ndome sipas gjeneratave me grup moshat që ju jeni si trajnere? Realisht, unë i kam prit grup moshat e mundshme që janë në volejboll. Kemi grup moshën U12, U14, U16, U18, U21, U20 edhe senioret. Sa i ka përafërsisht një grup moshë? Përafërsisht volejbolist sportist që? Këtë pjesë të volejbollit ne garojmë në kampionatit volejbollit që organizohet për federatës. I kemi grup moshat që garojnë domethënë gjatë kohës së kampionatit. I kemi grup moshat U14, U16, U18, 20-shat, 21-shat edhe senioret. Këto grup moshat duhet të jenë në palestrat cilat ushtrojmë ne. Tash, a garoni edhe në ligat elitare, në ligën e parë? Po, na tash për momentin jemi në Superlig, ku Superliga i ka 8 ekipe. Janë, domethënë, këtë përfshirë në regionin e Kosovës. A ka qenë vështirë, si me thonë, me depërtu në ligën e parë? Ju jeni trajnere e KV Gjinovcit, apo? Po, trajnere e KV Gjinovcit. Pak i nati që se keni marrë amnin e qytetit, po të një fshatit që aregës. Du me ndërlidhë që to. Unë një pjesë shkurt, du me shkut këtu prej përvojës time si lojtare. Kam qenë se ekipi bas ka qenë KV Gjinovcit. Atëherë në vitin 2000-2001 kam qenë kampione në Kosovë. Mirë po pas... 2000-2001? Po, pas 10 vite pauz, për shkak kushte financiare, ekipi nuk ka mujt me mbjetu. Pas 10 vite pauz, dëshira dhe vullneti për sport, për volejbollin, nuk u shu asnjëherë. Me vetë iniciativën time si femën, tu i marrë një 5-6 lojtarë në fush, tu mundu me siguru terminën e për palestra, edhe me bashkëpunim prindërve të komitetit volejbollit e hapa ekipin. Të më thënë e keni rikësy prej me vullnetin edhe me forcat e juja komplet. Kjo gja storje inspiruse, kështu e përmendet profesoresh një sanë shumë me rëndësi, se kjo ndërlidhet me gjeneratat në përgjithësi, po sidomos gjeneratat e reja, që e kanë një tendencë, le ta themi, për shkak të ekspozimit shumë të edhe ndaj teknologjisë, edhe ndaj fenomeneve negative, që me marrë një kohje të gabume në formësimin e tyne. Tashme që unë gjimnazin e kumë përfundu këtu në jeta e re, edhe ju e përmendet që gjasat nuk janë në të pakta që rinia me përfundu në rrugë jo të duhuna. Unë e di që edhe në atë kohë kur kumë përfundu në gjimnazin, edhe masit që kumë përfundu në gjimnazin Suarek, po nuk është fenomen një izolum Suarek, kjo, po ka të bëjmë me shumë komuna, si me thonë, ose në përgjithësinë këtë Kosovën, që gjeneratat e reja, me që nuk kanë angazhimet të sportit në veçanti, ose angazhimet tjera ma produktive mund me përfundu edhe në rrugë që në ardhen edhe një dhurat pej lojtarëve. Mund me përfundu në rrugë që nuk janë të duhuna. E unë po besoj që edhe iniciativa juj në një farë forme ka kontribu në atë pjesë edhe unë kom dëgju në fakt dhe për njerëzve tjerë që mos me jaudon krejt meritat juve që çdo lloj aktiviteti mbrana Suarekës sa i përket sportit ka ndihmu në këtë pjesë. Unë iniciativa parë kryesore, ideja ka qenë objektivat mia si trajnere, që dukurit negative, faktën që to mi eliminu edhe mes me ekzistitare. Na jemi të jetu në një fazë tranzicione, pe quja ashtu muj me qujtë. Kohën kur kam qenë unë lojtarë dhe tani. Atëherë ka pas vullnet, kushte s'kemi pas. Mirë po tash... Tash është e kundër, e kundër ta e kësaj. Mirë po, besoj që tash janë hapë mundësit. Ka trajnerë profesional që miren me leminë e sportit. Që miren me pjesën kryesore ku është motoja tjetojmë në sport. Për një mendje shëndosh në trup të shëndosh. Andaj, këtu, ndoshta me ndërlidh të pjesa paraprakisht të pyetja që më bënë KV Gjinoci, unë në këtë palestër nuk kam vetëm fshatit, po kam komplet komunitetit të Suarekës. Jo, se më shumë lokalishte. Nga Raoveci, fshatrat për rreth. Një e mirë që është me veçu, që shumë pak kam qytetit e krejt janë fshatit. Andoshta unë që vi prej fshatit, edhe kum sjell këtë energji, pozitive. Nuk e di a lidhet profesoresh nështë me mënyrën e tjetumit e të banumit,
po supozoj unë, po me siguri duhet me pa edhe këtë aspekt, nëse në fshat ke ma shumë hapësira për me zhvillu aktivitete sportive, e në qytet je pak ma shumë i izolum, ndoshta mund të bëjë këtë diferencë, po ju pyeta nuk e di profesorisht nëse keni evidenca të numrit total të lojtarëve që i trajnoni brenda të gjitha grup moshave. Sa mundet me qenë prapërsisht numri? Për momentin deri në 150, me ekipar shkojnë edhe deri në 200. Deri në 200 vetëm me volejboll, Vetëm volejboll, vajza grup mosha të reja. Domethënë kjo gja shifër e nalt për rrethana të komunës edhe fshatrave për rreth. Domethënë se Kjo është një lloj falënderimi prej komunës që na mundson me shfrytzu palestrën. I kemi free, domethënë pa pagesë. Ideja është që vetëm aki vullnetin e plot që më inkuadru me një sport, që ti me pas bashkëpunim me gjenerata të reja edhe mos me u kohën kot fëmija. Me tha jam lopi aktivitetit fizik e jo prej telefonit. Ato deshta më ju pyet se në fillim thatë që ka edhe në fakt aktivitete të sporteve tjera. A zhvillohen edhe ato mbrana palestrës, a ka edhe disiplina tjera që... Sigurisht që tu zhvillohet dhe sporti i volejbollit të meshkujt, po ashtu i kena taekwondo, i kena edhe sportet luftarake që janë karate, kena futsallin, po të gjitha i kemi në terminet. Përveç palestrës së qytetit, i kena edhe shkollat e mesme që posedojnë palestra sportive, mini palestra nësojse sportive, që mund me zhvillu një stërvitje qoftë ajo... Do të thonë profesore se tash e kuptova. Do të thonë numri rreth 200 lojtarëve është vetëm me vajza. Po. Okej, se unë menova është edhe me djemë edhe vajza, po. Do të thonë tash po e përbën edhe më shumë shifrën serioze edhe në fakt po të bën me uni që ka një lloj shpresë që edhe sporti edhe aktivitetet mund me gjithë vend të rinia në përgjithësi. Por që unë nuk e di tash duket ju pyeta me sukseset që keni pas me U21 grup moshën, tash jeni në ligën e parë. Po tash jemi në Superligë. Në Superligën e Kosovës. Aty sa ekipe janë? Aty jemi 8 ekipe. A çfarë është performanca deri tash? Deri tani kemi mbjetu. E kemi pas lojën e fundit me barazhin me këtë vllaznimin. Dashti Zoti me triumfu, me vullnet. Keni mbet në ligë domethënë, okej. Objektivat e mia në fillim, edhe pse nuk është ajo motoja jam që me mbjetu Superligën, po ashtu kanë mundësitë që objektivat e mia si trajnere kanë qenë që na me në Superligë edhe për sezonin e ardhshëm me kriju kushte më të mira dhe me pas përkraje prej sponsorëve tanë që unë me triumfu trofeun kampion. Po shpresoj që edhe e mbrini atë objektive dhe kish me bo rrugtimin të juj edhe më të këndshëm. Ëndrën si lojtare me realizu kur jem kon, tash si trajnere. Po shpresoj që e mbrini shumë shpejt edhe atë objektiv. Profesorisht që të dhurat për marrë, unë se di a ke dhurat e që ashtë të mërë, ama e pasëm bisedën paka shumë në një kronologji edhe të aktiviteteve dhe printarive t'juja në kuadrë të sportit. Është një temë shumë serioze që po trajtohet, që ka bo buj që lidhet me lojrat mesdhetare që do mbahen së shpejti, ose po shpresojmë që do mbahen së shpejti. Dhe ka një eufori ka pas në atë kohë, një entuziazm që s'bën me mohu, po në ndërkohë ka nisë me ardhë një shqetësim që mundet me pas edhe ndikim kjo kriza politike te lojrat mesdhetare. Vetë isha me ju pyet nëse keni mujt me përcjell edhe po shpresojmë që nuk ndodha ajo situatë e rrezikut, ama çfarë hije zez kish me ra shumë mbi Kosovën nëse si vend dhe si shtet serioz nëse ato nuk realizohen, larg qoftë po them prapë. Fatkeqësisht duhet me qujtë ashtu sepse kur është ardhur projekt propozimin në Kosovën në Kuvend, atëherë na e kemi paraqit të projekti në Kuvend, mirë po derisa është bërë për me votu projektin për lojrat mesdhetare, nuk është bërë mundësia për me bo me gjetje zgjedhje për shkak krizës politike. Gjë që është një hendek i madh që i paralizon, domethënë që lojrat mesdhetare një herë jetë vinë në Kosovë edhe ti mos më konë
mos më qenë shteti i gatshëm për me pranu këtë lloj projekti që është një projekt bëgi i madh për sportin, po edhe për shtetin e Kosovës. Ose përmendëm më herët, domethënë kur sportistët tanë bëjnë buj edhe marrin trofeje, tituje, medalje na bin Kosovë, neve gjithë krenohemi me ato arritje. E tash nështë që kjo është mundësia kur na duhet mi tregu botës ose edhe vetë Evropës, mrena kontinentit, që kemi kapacitete për me kriju infrastrukturën edhe me kriju kushtet për mbajtjen e lojnave mesjetare. Ama po shpresoj që nuk ndodha e situatë. Nuk e di presoj nëse kjo ka qenë një shtys që me bo që ju me u përfshi në politik edhe me pa që Kosova në fakt mundet mi realizu potencialet e veta sa i përket sportit në përgjithësi. Realisht, po të regoj drejt që ti veç edhe më herët i ceke që kena sportistët e dalluar dhe që kanë fitu medalje olimpike të Unispi, Nora Disria dhe Marida Kelmendi. Për ndryshe na si shtet nuk muna më zhvillu nëpërmjet politikës ashtu. Sporti është shtyta kryesore e rinisë e së ardhmës së shtetit. Dash Zoti që strukturat politike të mblidhen, të bashkohen, ta formojnë qeverisjen, të mblidhen në konvent, ta votojnë projekt ligjin dhe të fillojmë ta nisëm një sprint se maraton spequj, sprinti me hapat shpejt, edhe të punojmë për thama të thënjën si kines, të shpërndamin për palestrat, të këqyrëm ku ka munges materialit, munges infrastrukturës, që lojrat mesjetare të fillojnë dhe të kemi një sukses të madh shtetëror. Vërtet përsërish duket kërgja shqetësuese, në fakt këto që po e përmendni ju në kuptimin e infrastrukturës që ekziston ose që duhet me u ndërtu. Na po e shohim që një ndërmarrje më të vogël me marr edhe mbrana shtetit për me kriju një infrastrukturë çfarë do të qoftë, po kemi vonesa e lemo kur kemi me mbri afate që duhet me respektu. Ose viti 2030 na vesh duhet me fillu. Para se me fillu, na duhet me kënë gatshëm për me me startu me gara. Me siguri profesorit se po të ndërprej ka një inspektim që bëhet me komiteteve të lojnave që vinë edhe shohin. Janë shohin. Palestrat të rinët ku ka nevoj me investu, po dash Zoti që sa ma shpejt ta zgjidhëm politikën, të mblidhëm në konvent, edhe tani që mos të vështirësohemi gjatë rrugës, që me zhvillu pak ma shumë punën për teren, apo ku është nevoja. Na e dim që afër 24 sporte, nëse nuk garojnë, brenda 24 sporte janë disciplinat aty, që vlen të përmendëm, për shembull kemi atletik, kemi edhe sportet kolektive, që i kanë ato disciplinat e veta ku garojnë. Unë po shpresoj që nuk mbrinte ajo situatë që o gurzeze kështu edhe kemi me te kalu edhe këto, po e thatë edhe ju. Na e dim që palestrat janë investime ka, po nuk janë të materialit mirë ku i përshtatet një sportit, kena munges pak. Me siguri duhet me plotësu shumë standarde për me u bo. Sigurisht, për shkak të dimrit kemi shumë ftoft. Janë ato Po na sulmojnë lojtarët, po me gjatë profesoresh nuk janë të dash mu. Intervistus, po dhe në që ka orë nga ka morë profesoreshën trajnerën për me intervistu dhe s'po na lenë hapësirë. E kisha dhe një qështje tjetër, nështë ta para se me dalë të kjo, se unë po e shoh që edhe ju, në fakt, përfshirje në politik nuk e keni në këto përfshirjet që jemi mësu me i po, në kuptimin që bëhet një lloj ballafaqimi partijak e kështu, edhe unë kom qenë idhëtari asaj që çdo lloj profili i kandidatit apo kandidatës për deputet apo deputete me pas një fushë të caktuar për cilën angazhohet, edhe në rastin e ju është shumë evidente që është sporti. Brenda sportit një komponent e rëndësishme që lidhet edhe me aktivitetet edhe rinin në përgjithësi është mënyra e të ushqymit. Unë edhe kur kemi diskutu ma herët, edhe kur kemi folë kështu jashtë kamerave, kemi pasi problem që mënyra e të ushqymit përmes ushqimeve të shpejta e produkteve, ndoshta ushqimeve që nuk kanë një lloj kontrole, ka nisë çdo herë më shumë me u bë ma evidente.
me që ju jeni edhe profesoresh, edhe trajnere, ndoshta mundi me na dhoni një perspektivë sa urgjente është që brenda sportit, brenda rinisë dhe arsimimit në përgjithësi, edukimit mbi mënyrën e të ushqimit me pas një qasje më serioze si institucione, prej shkollave deri te palestrat e kudo që ka mundësi me intervenu. Po është mjaft prezente kjo dukuri, të cilët i ka kaplu krejt shtetin e Kosovës, se na nuk e dim edhe në shtet çka marrëm, çfarë produkte dhe sa janë domethënë të licencuara për shtetit që na mi marrë ushqimet, gjonat që i ushqim të në kohën. Shqetësimet janë prezente, kena shumë fëmijë që janë obez, edhe shpesh prind vinë e bisedojnë, a ka mundësi me regjistru vajzën tem, sepse ka mbi peshë, edhe thjesht pebullizojnë vajzën në shkollë kur po shkon pse je trash. Për çatë arsye ka qenë edhe një ndër interesat me që fëmijët mos të njihen indiferent ndaj tjerëve, të jenë të barabartë. E te puna e ushqimit na duhet prind si prind, na duhet shumë kohë më marrë me fëmijën, se një kujdes i shtunë. Një kujdes veçantë, sepse nuk pedim çka dhe sa po hamë dhe çfarë produkte po ushqemi. E prandaj vjen edhe deri te obeziteti apo mbi pesha. Kjo besoj profesor është shumë ndërlidh me aktivitetet që i bëjmë ose nuk i bëjmë. Për shembull, nëse rrin gjithkohë në telefon ose rrin të këshyrë një film a serial, pak edhe kime hongër. Menën hajtë të qipsa se nuk po ha shumë ata qipsat kalori kanë. Se nuk i lexojmë kur brapa letrës çka ka. Kështu që unë po shpresoj në fakt që edhe institucionet, edhe kurrikulat, gjithçka ka me vazhdu në drejtimin, ose ka me u përmirësu në drejtimin që na vedison neve bi mënyrën të ushqimit, se po e thoni edhe ju që ka raste kur vinë edhe bullizohen për shkak të mbipeshës edhe fëmijët, mandej ndërlidhen shumë shkaqe këto. Nuk e di nëse tash profesoresh edhe brenda kurrikulave ka diçka të tillë apo nuk është shumë përveç orëve të edukatës fizike e kena edhe 2 orë shëndetësi që duhet mi cek substancat, dukurit negative ato janë plan program. Gjë që edhe arsimi paraprakisht ka punu edhe për këtë pjesë, që mi kyçë 2 orë në shëndetësi për edukatë fizike. Mirë po, ka nevojë. Edhe orë shtesë, me shti që të mirën e fëmijëve më zhvillu, vezë për para, mos më marrë me gjona që... Dukuri negative në përgjithë. Po shpresoj që kemi me mbrite ta e situatë ku se cili në fakt vedisohemi se e thatë edhe prej prinderve edhe prej vetë fëmijëve duhet me ekzistu një vedije për mënyrën që ushqehen. Vedisimi është baza kryesore. Profesoresh, u kthym karrika, si gjen puna me fol për politikën, duhet me u kthy në karrika. Unë në parket e para jam tash shumë edhe në politikë, besoj që... Neve na vjen ma shumë në për karrika, me ullë edhe me diskutu për politikën. Kësha dashtë edhe unë shumë ma shumë me qenë për parkete, po me gjasë ka eca i trenë mote. Ama në gjithë këtë intervistë që e patëm, në fakt ishte edhe pyetja e fillimit, po nuk desha me sforcu shumë atë pjesën e politikës, se e di që nuk e keni fush primare, i kallëtut në fakt se cila është fusha ju primare. Po mi që të thënë një motiv për me u fut në politikë keni pas, edhe garoni në listën e AK-s, jeni numër 96, dhe a ka pas një moment caktum, apo ka qenë një periudhë kur e keni mendu se duheni me u përfshi në politikë? Ibran, femra gjithmonë ka pas guxim. Unë si femër shqiptare, po ashtu dhe si lojtare dhe voçme të gjitha kohërave, tash edhe si trajnere, mu ka dhënë një motiv për vetvetes, një energji pozitive që ja vlen mu kanë pjesë i shtosh Zotit dhe në Konvent dhe në Parlament të Kosovës si deputete e ardhshme me numër 96. Mirë po, ajo mbetet një përkraje e... Po, në fakt edhe elektoratit, edhe shoqërisë në përgjithësi. Edhe pse kam pak një kohë të shkurt, pi vjen 2 javë ditë që jam inkuadru votën e politikës, por nuk do të thotë që për mu me kap taman me atë aspektin politika të qënë gjithkun. Mirë po, na duhet me zhvillu shtetin për me kriju gjenerata të reja, për me kriju fushën e sportit, për me dha ide,
objektiva që neve na çojnë deri te një sukses që është për momentin goxha i vlefshëm. Po, në fakti folëm edhe më herët sfidat edhe e di që kur vjen puna e investimeve se kur ka dorë politika vrehet shumë lehtë. Edhe vrehet kur në fakt nuk ka investime, ka zvarritje të punëve. E përmenim shumë si simbole kanë me të stadiumi Gjilanit e infrastruktura tjera. Këto janë veç foto elektorale të cilat ju në vitën partive politike vetëm me bërë reklamë. Çka që ftirë profesoresh, a ka interesa që na nuk i shohim, për shembull ju jeni mbrana sportit edhe mundi me pa vështirësitë që janë. Unë me vitet tona në një stadium. komunist prej komunës. Si vjetë komuna besoj që ka me ndo buxhet për ne dhe për sportistat. Mirë po problemi ka qenë te kontrata kolektive ku përmbaruesi ja ka thith fondet edhe na si ekipe që kemi prit subvencionet prej komunës janë dalë në stagnu që është një problem shqetësues goxha i madh që na nuk kina mujt me marrë subvencione si ekipet. Kur dhe lidhet komuna, Suareka dhe sporti, profesoresh ju keni një përgjithësi goxha të rëndë. Se ylli kampion, balkoni kampion, tash duhet edhe në volejboll me na prunë titull. Këto arritje që bëhen, duhet me falenderu shumë sponsorët tanë. Ata janë për krahas tonë shumë biznese të ndershme edhe që ceka dhe gjatë intervistës që kryesuesi kryesor, fatura kryesore është prej zotrit Ramush Haradinaj që e ka procesu projekt ligjin apo ligjin për sponsorizim. Gjë që pa ligj sponsorizimit na nuk mujna me arrit asnjë lloj qëllimi. Tu e di që shtetet Maqedonia dhe Shqipëria këtë ligj nuk e kanë. Na jemi me fat që dikush e ka ngrit zërin edhe pikrisht ka qenë kyçja kryesore te partia ku jam unë kandidoj si deputete, u konë që i kum hap, mi kanë hap dyrë që unë inkuadru në këtë pjesë që me ngrit zërin edhe me tutje me zhvillu infrastrukturën sportive në përgjithësi në Kosovë. Unë kur shpresoj profesoresh që keni me pas sukses. Edhe në fakt univa këgja i relaksum se me gjas aktivitetet edhe ambienti sportiv shto ta jep qatë djesi. E thash, nështë që mos me u përsërit shumë, kemi nevoj me mobilizu si shoqni dhe si shtet për me punu për sportin. E thatë ju në fillim që është ambasadori më i miri një veni edhe na e kemi vërtetu katërcipërisht këtë punë përmes medaljeve dhe arritjeve që i kemi pas në kuadër të sportit. E di që këto premtimet elektorale nështë edhe nuk ju shkojnë shumë se e thatë që ajo është një sferë politike ku njerëz trajnohen që shme bo, po unë tash po e marrë përsipër me që ju njoh edhe personalisht edhe keni qenë edhe mësuese në shkollën fillore dhe besoj që i gjithë aktiviteti juaj mbrana sportit edhe në politik nëse mbrini rezultat me qenë në shërbim të vetë një lloj vetdije shoqërore dhe një lloj shoqënie që është më e shëndetshme në përgjithësi. Nëse gjithçka që keni për fond mundna. Gjithmonë prioritet është rinia, zhvillimi i infrastrukturës. Gjithmonë është ajo motoja, ideja jam që me punu me të rit, mos pilon në rrugëve të këqija, mos pilon më integru në shtetet jashtë vendit ku është dukuri mjaft prezente në Kosovë. Që Kosovë mos ta flakme, po ta përtrim, të ecim drejt hapave të zhvillimit se na duhet. E vërtet, besoj që sporti është një element këtë që dikush mundet me pas një perspektivë mbrana Kosovës nëse gjen hapësirë edhe gjithçka nëse keni diçka për fund edhe për shikues të shtegut. Unë ju falenderoj që e keni gjetë kohën, hapësirën me na u bashku në një intervistë edhe po shpresoj që kena me pasë raste mundësi tjera për me diskutu. Unë përzemërsisht ju falenderoj që keni gjetë kohë me ardhmë me vizitu edhe me promovu sportin edhe pse jo në të ardhme nuk i dihet, ndoshta kemi edhe sukses në politikë që zëri im le të dëgjohet në krejt Kosovë. Dibran, çfarë viti lindjes jeni? Unë jam 96. Faleminderit. Okej, 96 është numri juaj, në një koincidencë. Besoj që keni me pas fat, unë deri diku kom pas fat me angazhimet e mia,
përshpresoj edhe ju. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Suksese.